Binjakët, parashikimi për shenjën e binjakëve për muajin e shkurt në lidhje me punën, me dashurinë, me fatin, çfarë na thon letra tarot, si do jetë energjia e shenjës së binjakëve për muajin e shkurt. Binjakët janë persona që punojnë dhe kenë përfitime të vogla në biznesin e tyre, në punën e tyre, mos i bëjnë gjërat me sy mbyllur se nuk e kuptojnë se çfarë po ndodh mbrapa vetes tyre, kanë armën e besimit, armën e zemrës, do ndihmojnë nga gjysmë dhe gjërat do shoshojnë pak nga pak. Po nuk do jenë sigurt, nuk jenë të stabër, do thonë ndoshta po, ndoshta jo, duhet të qenë faqëm në syve, do shikojnë më përtej. Për muajin e shkurt juve duhet të keni kujdes, juve të shenjës së binjakëve, se mund të përballeni me shere, debate, konflikte, mosmarrëveshje, çështje pronash, një konkurrencë, dikush është larguar nga jeta tuaj ose do largohet nga jeta tuaj, një largim pune, një prishje planesh, dikush ju ka prishur planit, pavarësisht që juve të shenjës së binjakëve keni pasur pengesa, do stabilizojnë gjërat. Një kuror me shere debate, një kredi e marrë, një transformim i papritur, një shkatrim, një ndikim, ka ndiku dhe Marsi, çfarë ju ka ndodhur në të kaluarën tuaj, duhet ta lini nga mbrapa. Ngritje ekonomike financiare, nëse juve të shenjës së binjakët keni biznesin tuaj, do keni një ngritje ekonomike financiare, dashuri pasionante, pak pengesa në partneritet, mund të keni edhe pengesa në partneritet, lidhje dështuar, mëndrat kota, mund të jeni pak konfuz në lidhjen tuaj të dashurisë, por duhet të keni kujdes. Keni të bëni me persona që janë xheloz dhe nuk ja tregojnë atë xhelozi, keni të bëni me personat të çelikt autoritar, shefa e prora autoritar, qeveritar, do stabilizojnë gjërat e tuaja, gjërat e shenjës së binjakëve. Nëse keni çështje ligjore, do keni rrugëzidhe, do keni stabilitet, do i zgjidhni gjërat, do keni rrugëzidhe për çdo gjë. Shikoni drejt horizontit të largët, nëse keni të bëni me çështje ligjore, studi ligjore, duhet konsultoheni mirë me një avokat përpara se të firmosni. Fejesa, martesa, plani me 3, në blerje shtëpie do jeni, do gëzoni, do lodroni, nëse keni menduar për një blerje shtëpie, dëshira juaj do ju bëhet realitet, ose nëse keni menduar për një projekt, dëshira juaj do t'i bëhet realitet. Rote fatit është në drejtimin tuaj dhe një person i tre largohet nga jeta tuaj, nëse ju keni një armike kundërshtare, keni Jupiterin që do t'ju japi nisma të reja, perspektiva të reja, do icni përpara dhe juve të shenjës së binjakëve për muajin e shkurt do jeni shumë e fat.